Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim drejt për së drejti këtu në studion qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kallandxhiu dhe ditën e sotme ne do të ndalim pikërisht tek çështja e ish zëvendës kryeministres së Shqipërisë zonjës Belinda Balluku. Për këtë çështje do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë ekspertin ligjor Alban Duraj, të cilin falenderoj që krijoi mundësinë për të qenë pjesë në studion time këtu në emisionin intervista ditë zoti Duraj. Ju falenderoj që jeni pranishëm ditën e sotme në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Është kënaqësi, ju falenderoj shumë për ftesën. Kënaqësia është e imja, zoti Duraj. Zoti Duraj, le të ndalim pikërisht tek çështja e ish zëvendës kryeministres së Shqipërisë zonjës Belinda Balluku. Zoti Duraj, ju si e komentoni këtë vendim për mos arrestimin e saj? Ky është një vendim i paprecedent, pra ne me këtë vendimarrje që shpresoj të mos jetë e tillë, pra deri në datën 12, sepse ende nuk është vendosur nga ana e kuvendit. Shpresoj që deputetët e kuvendit të Shqipërisë, edhe pse janë deputet të Partisë Socialiste, pra kemi 83 mandate të cilat janë të Partisë Socialiste, edhe pse vendimi i sotëm i kryeministrit, por edhe vendimarrja e Këshillit të Imuniteteve, që është një vendimarrje e antarëve të këtij këshilli, ka vendosur që mos të miratohet apo mos të jepet autorizimi për prokurorinë e posaçme lidhur me një masë shtrënguese që kërkon prokuroria e posaçme, pra që mund të jetë ajo e arrestit në shtëpi, detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore apo arrest në burg, se nuk e kemi kuptuar që për çfarë e ka kërkuar prokuroria, por prokuroria thotë që ne kërkojmë që të marrim, pra do të kërkojmë në gjykatë një masë shtrënguese me karakter më të fortë se ajo e deritanishmja. Nuk dua që të jem në rolin e prokurorit, sepse të gjithë qytetarët cilët janë në hetim, edhe pse ju është komunikuar akuza, por mund që të jenë edhe në gjykim, ata janë të pafajshëm përderisa nuk ka një vendim gjyqësor të formës prerë, dhe zonja Balluku deri tani ka statusin e një qytetarit i cili prezumohet i pafajshëm, kështu që nuk duaj që të bëj gjyqin, por për sa i përket vendimarrjes apo gjithë atij fjalimi të zotit Rama, kjo bie ndesh me parimet kushtetuese, bie ndesh konkretisht me nenin 18.1 e kushtetutës, ku qytetarët e këtij vendi janë të barabartë përpara ligjit. Dhe për rrjedhoi edhe kushtetarët apo drejtuesit e institucioneve të rëndësishme, siç është deputeti i Republikës së Shqipërisë, siç është antari i qeverisë, duhet që të përballet me ligjin në mënyrë të barabartë, ashtu sikur se përballet një qytetar tjetër. Kështu që pengesa që po i bën kuvendit dhe kjo mazhorancë imunitetit të zonjës Balluku është një pengesë e cila dëmton shumë të ardhmen e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse reforma në drejtësi është një investim europian dhe amerikan në mënyrë që këtu të luftohet korrupsioni i nivelit të lartë. Dhe përpasoj, gjithë komunikimi publik që bëri sot zoti Rama ishte se kjo që nga një prokurori politike, një prokurori e cila po kërkon të ndërhyjë në pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ, dhe duke e anatamuar që deri dje kanë ndjekur kanë ndjekur një model ndryshe, një model i cili i tillë duhet të ishte, pra duke u distancuar nga hetimet që bënte prokuroria e posaçme dhe duke i kërkuar deputetëve, pra po flas deputetëve të mëparshëm, që të jepnin dorëheqje personalisht. Dhe këtë shembull ka ndjekur me gjithë deputetët, duke filluar nga zoti Tahiri, nga zoti Beqaj, zoti Ahmetaj, për cilin votoi pro heqjes së imunitetit. Kemi deputet të tjerë, siç është Alqi Bllako, pra deputeti Alqi Bllako, Lefter Koka, pra ka me
edhe disa deputet tjerë cilët unë nuk po më kujtojnë për momentin, po që zoti Rama publikisht ja u ka kërkuar Jurges Çyrbia, pra së fundmi, kemi një sër deputet cilëve zoti Rama ja ka kërkuar edhe publikisht heqjen e imunitetit. Zoti Balla është shprehur që disa prej tyre ka kërkuar ai cilësinë e grupit e kryetarit të parlamentar dhe një standard besoj që është për tu përgëzuar. Vetëm kur vjen puna tek zonja Balluku, ne kemi një standard të dyfish që bie në kundërshtim edhe me bazim përpara ligjit, pra është përcaktimi i 18.1 e Kushtetutës. Nuk duhet që të përdoret imuniteti si një mburoj politike në mënyrë që zyrtarët e nivelit të lartë të pengohet, pra të pengohet për të përballur me drejtsinë, për të përballur si përsa i përket kërkesës së prokurorisë, pra ne nuk e dimë se çfarë do të vendosë gjykata lidhur me kërkesën e prokurorisë, sepse prokuroria është palë në një proces gjyqësor. Kjo nuk do të thotë që fakti që do të merret autorizimi, do të shkojë kërkesa në gjykatë dhe gjykata do të vendosi çfarë do të kërkojë prokuroria. Gjykata mund të vendosi që ta argëzojë kërkesën e prokurorisë lidhur me vendosjen e një mase shtrënguese për zonjën Balluku. Kështu që kjo pengesë nuk i shkon, pra kjo pengesë po i bën kuvendi, nuk i shkon formatit të një sjellje të një vendi i cili aspiron për të antarësuar në Bashkimin Evropian, një vend i Bashkimit Evropian, pra po të ishte një deputete apo një ministre e cila përflitej, jo të shkonte prokuroria deri në këtë fazë të komunikojë akuza dhe të kishte edhe hetime të tjera lidhur për çështje të ndryshme, minimalisht do kishte dhënë dorëheqjen, do të ishte paraqitur përpara organit të akuzës pa petkun e deputetit, pra imunitetit deputetit, pa petkun e imunitetit të zëvendës kryeministrit apo të ministrit të energjisë dhe infrastrukturës. Kështu që kjo vendimarrje, nëse do të jetë e tillë edhe në datën 12, është një vendimarrje e cila do ta çojë vendin në regres. Pra, edhe ato hapa të cilat mundet të ishin hedhur, pra që janë hedhur këto vite, do të kalojnë shumë brapa. Besoj që do të kemi sankcione nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për qeverinë Rama lidhur me pengimin e drejtësisë dhe sidomos në rastin konkret për zonjën Balluku. E qartë, avokat, por a duhet kuvendi të bllokojë arrestimin e një deputeti? Deputeti kuvendi e ka të drejtën, pra e ka të drejtën për t'i dhënë autorizimin, pra kjo e drejtë është një drejtë formale, pra që do të thotë përsa i përket anës procedurale shikon nëse i ka pra plotësohen kriteret formale për të kërkesë dhe nuk duhet të bëhet pengesë. Pra kjo vendimarrje është një vendimarrje formale, si përsa i përket provave, pra aq sa mundet të njihen antarët, sepse zonja Balluku është në hetim edhe për disa çështje të tjera, pra nuk është vetëm kjo çështje që është bërë publike për cilën i është komunikuar akuza, se për këtë çështje u kërkua pezullimi, por bëhet fjalë për çështje të tjera për cilat ne nuk kemi njohur me detaje se për çfarë, sepse janë çështje që përbëjnë sekretin hetimor dhe kurse si kuvendi nuk mundet që ta pengojë dhënien e autorizimit. Pastaj është gjykata ajo e cila vendos nëse ka prova të mjaftueshme që të kufizohet, pra të kufizohet masa e sigurimit personal, që do të thotë kërkesën për burg, nëse e kërkon për burg prokuroria e posaçme. A ka të argumentuar apo jo? A janë kriteret dhe kushtet e përshtatshme për ta dhënë këtë për zonjën Balluku apo jo? Pra këto janë vlerësime ligjore të cilat i bën gjykata. Nuk mundet që kuvendi të hyjë në detaje lidhur me hetimin, lidhur me gjykimin, pra nuk është një kuazi gjykat, por është thjesht
një institucion, pra Këshilli i Mandateve, i cili verifikon nga ana formale nëse dosja ka ardhur edhe në referim edhe të kushtetuesës, por edhe ligjit posaçëm, rregullore së Kuvendit ka ardhur sipas atyre kritereve të përcaktuara në këto akte apo jo. Dhe kurse si nuk mundet bëhet mburoj ndaj mosdhënies së imunitetit. Asnjëherë nuk ka ndodhur, kjo është një histori e paprecedent në historinë e gjithë historikut të pluralizmit shqiptar, ku Kuvendi i Republikës së Shqipërisë të bëhet mburoj, të bëhet zyrë avokatie, Këshilli i Mandateve, për një zyrtar të nivelit lartë, që mund të jetë deputeti apo antari i kabinetit. Por në rastin konkret ne kemi të bëjmë me një deputet të Republikës së Shqipërisë, sepse edhe Gjykata Kushtetuese foli shumë qartë me vendimarrjen e saj që mundet që të pezullohet nga detyra antari i Këshillit të Ministrave, nuk ka asnjë pengesë ligjore, kështu që edhe më parë zoti Rama është shprehur që nuk do të pres vendimarrjen e Gjykatës Kushtetuese lidhur me këtë dhe pastaj do të shprehemi, pra gjithë kjo zgjatje ka qenë që të priste vendimin e Gjykatës Kushtetuese, që nuk kishte lidhje fare dhe Gjykata Kushtetuese foli shumë qartë me vendimarrjen e saj, kështu që zoti Rama nuk ka arsye që ta mbrojë zonjën Balloku. Pra është bërë një avokat publik i një zyrtari të nivelit lartë, i cili nuk përballet me ligjin, ashtu sikurse ai ka kërkuar për qytetarët e thjeshtë, për ata të cilët edhe pse kanë kryer vepra penale apo kundërvajtje penale se kanë pasur të pamundur për të mbjetuar, nuk kanë pasur mbështetjen e shtetit, dhe ndërkohë që në rastin konkret me zonjën Balloku po mban një standard tjetër. E qartë, avokat, por kjo a mundet të konsiderohet një ndërhyrje politike ndaj SPAK-ut? Patjetër që është një ndërhyrje këtu kemi një ndërhyrje të legislativit, pra të legislativit ndaj prokurisë së posaçme, ndaj pushtetit gjyqësor, pra është pushteti legislativ i cili po bëhet mburoj për prokurorinë e posaçme në mënyrë që kjo prokurori të veprojë, por edhe gjyqësorit, sepse nuk e dim vendimarrjen e gjykatës nëse do të merrte autorizimin, dhe nëse do të vijohet me këtë standard, atëherë rrezikohet shumë gjëra dhe ne do të presim reagimet, besoj do fillojnë që ditën e sotme për të faktorin ndërkombëtar, sidomos atyre të cilët kanë asistuar për reformimin e sistemit gjyqësor, janë qindra miliard euro, dollar, të cilat janë investuar për këtë sistem. Kemi një reformë e cila ka sjell, le të themi, shumë investime si për sa i përket burimeve njerëzore, por edhe procesit të rivlerësimit. Kemi ngritjen e një prokurorie të posaçme për luftën kundër korrupsionit dhe një nga kushtet thelbësore për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian, më falni, është lufta kundër korrupsionit dhe barazia para ligjit. Ndërkohë që me këtë qëndrim politik që po bën zoti Rama, nuk jemi në kushtet të cilat e kërkon ritmi i reformave. Pra, nëse deri dje zoti Rama distancohet dhe ka bërë një veprim shumë të drejtë, madje në shumë raste e ka tejkaluar edhe rolin e liderit të mazhorancës dhe kryeministrit, duke u futur edhe në kompetenca teknike dhe ligjore, ku ka kërkuar dënime maksimale për ata të cilët kanë abuzuar me ligjin apo kanë shpërdoruar fonde publike, ndërkohë që me rastin e zonjës Balloku kemi një standard tjetër, një standard të dyfish për të cilin besoj që ndoshta bëhet pishman dhe ndryshon mendim, sepse është një qendrim i cili do të sjellë shumë regres për vendin tonë. E qartë, avokat, ju pak më herët cituat që ne presim reagime për çështjen e Berlina Ballokut për qëndrimin që ka matur kryeministri Vendit Edi Rama. Specifikisht, avokat, nga kush i presin këto reagime? Reagimet janë nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, besoj që do të kemi një reagim
nga ambasadori i Shtetit Bashkuara të Amerikës, pra ambasadori, më falni, ambasada, sepse nuk e di nëse ka ambasador apo jo, pra lidhur me këtë qëndrim, por edhe nga ambasada, pra apo nga përfaqësia e Bashkimit Evropian në vendin tonë. Pra do ketë një reagim, sepse me këtë qëndrim i bie që cënohet reforma në drejtësi, cënohet prokuroria e posaçme, cënohet gjykata e posaçme, për të cilën janë investuar dy vendet më të fuqishme apo më të forta mike të Shqipërisë, po sidomos edhe Bashkimi Evropian, ku ne kërkojmë që të antarësohemi dhe të bëhemi pjesë e saj. Nuk mund të bëhemi ne pjesë e Bashkimit Evropian, ku kemi një kuvend i cili apo një kryeministër i cili bë zyrë avokatie për një ministre e cila dyshohet për korrupsion, pra dyshimi edhe pse nuk ka vendim gjyqësor formës prerë, por edhe për një barazi përpara ligjit. Shumë vende të Bashkimit Evropian e kanë hequr në kushtetutën e tyre imunitetin. Pra aty nuk ekziston fare imuniteti. Kështu që edhe aty ku ekziston në vendet të cilat ekziston, mjafton që të ketë, ku diun, një kronik televizive, një shëmbje rruge, po këtu rrugët janë shëmbur gjitha, kështu që nuk di ku ta kapësh edhe ku ta lësh. Nuk dua që të hyj në detaje për cilat akuzohet zonja Balluku, por minimalisht shkon edhe i jep dorëheqjen, qoftë si deputete, por qoftë edhe si antare e kabinetit. Nëse zoti Rama do të ecë me këtë sjellje, atëherë i bie që kemi një ndërhyrje shumë të fortë të tij ndaj sistemit gjyqësor. Megjithatë duhet të presim sepse ka shumë çështje të tjera të cilat është duke u hetuar zonja Balluku, kështu që ndoshta kemi edhe masa të tjera apo kërkesa të tjera pranë kuvendit lidhur me autorizimin dhe për të marrë të drejtën në mënyrë që prokuroria e posaçme t'i drejtohet pasaj gjykatës për masë sigurimi personal. Kështu që nëse ndodhin edhe këto çështje të tjera, i bie që zonja Balluku mos e qëndrojë më në Shqipëri, por ta ratiset nga Shqipëria. Avokat Spakua, mundet të vazhdojë jetimet pa mas arresti për ish zëvendës kryeministrin Balluku? Patjetër, me ndryshimet kushtetuese që janë bërë në vitin 2012, pra imuniteti, nocioni i imunitetit është hequr për sa i përket hetimit. Pra, nëse më parë, para vitit 2012, që të hetoi një zyrtar i nivelit lartë, pra nivel deputeti apo antar këshillit të ministrave, prokuroria duhet të shkonte në kuvend, të kërkonte pranë këshillit të mandateve autorizimin për të bërë hetime, ndërsa tani me kushtetutën aktuale hetimet, pra edhe hetimet që janë bërë për çështjen e parë, për të cilën zonjës Balluku janë komunikuar akuzat, janë hetimet të cilat janë bërë në detyrë, ajo ka qenë në detyrë, dhe pasaj i kanë komunikuar akuzën. Kështu që në këtë kuptim nuk ka asnjë le të themi ndalesë ligjore, por edhe për ministrat e tjerë janë bërë kur ata kanë qenë në detyrë, por kur e ka marrë vesh që do t'i komunikojnë akuzat, pra do t'i komunikojnë akuzat, ata ka vënë dorëheqje nga detyrat e tyre. Pra e kanë ndier sepse prokuroria të merr në pyetje në mënyrë të veçantë, kërkon dëshmitar, bën dhe dozohet dhe sikur mos ta kesh informacionin e brendshëm, ke një nuhatje për të cilin do marrësh një veprim. Dhe hetimet që janë bërë për zonjën Balluku kanë qenë hetime për të cilat ajo ka qenë në detyrë. Kështu që nuk e pengon askush prokurorinë e posaçme, por këtu kemi të bëjmë sepse kërkesa që ka çuar prokuroria e posaçme nuk është për çështjen e parë, por është sepse janë duke u hetuar çështje të tjera, pra për çështje të tjera, dhe prokuroria mendon se e qartë. Duke qenë se ka shumë çështje, ekziston mundësia që ajo të largohet jashtë shtetit. Avokat, a krijon ky vendim precedent për raste të tjera në fjalë?
nëse ky vendim do të jetë, pra nëse data 12 do të jetë data për cilin do të refuzohet vendimi dhe qytetarët nuk do kenë një reagim, s'po them për partitë politike, sepse partitë politike kanë interesat e tyre, normalisht do ta përdorin edhe këtë rast, pra flasu për partitë e opozitës, por këtu them për një reagim qytetar, sepse këtu cënohet parimi i numër 1, që është parimi kushtetues, që është barazia përpara ligjit. Ky është parim për cilën duhet që të udhëhiqen edhe të zgjedhurit tanë, që përveç se kanë detyrimin që ata të përfaqësojnë interesat e qytetarëve shqiptar, të mos abuzojnë me detyrën, të mos abuzojnë me pushtetin, të mos abuzojnë me fonde publike dhe të japin llogari. Përveç se të japin llogari në kuvend apo përpara elektoratit të tyre, ata duhet të japin llogari edhe përpara ligjit nëse e shkelin ligjin. Kështu që po nuk pati një reagim nga qytetarët, atëherë ky vend ka marrë fund, pra ne jemi në fundin e demokracisë, në fundin e shtetit të së drejtës, sepse nuk ekziston më shteti i së drejtës, prokuroria, gjykata nuk kanë më vlerë për ata të cilët janë të veshur me pushtetin e imunitetit, ndërkohë që qytetarët e thjeshtë përballen para drejtësisë, madje kemi qytetarë të cilët janë në burg edhe pa prova, edhe pa pasur një hetim të drejtë, të paanshëm, pa u thelluar organi akuzës, qytetarë që edhe mund të kenë bërë vepra penale se kanë qenë të detyruar, nuk kanë pasur mundësi financiare për të jetuar dhe kështu që janë të detyruar për të kryer vepra penale, ata shkojnë në burg, ata kanë masa arresti në burg apo masa me karakter shtëngus, ndërkohë dikush që akuzohet nga prokuroria e posaçme, po e marrin të mirëqen ata akuzën që ne kemi publike, se nuk e kemi kërkesën e prokurorisë posaçme ça dyshimesh apo hetimesh ka të tjera, ata, pra këta zyrtar, meqense është shkelja pa barazi në tendera, dhe është një vepër që dënohet deri në 5 vite, dhe realisht deri në 5 vite është, 1 deri në 5, ata nuk duhet të përballen me drejtsinë. Por është gjykata ajo e cila vendos lidhur me karakterin e masës shtrënguese, dhe së dyti nuk kemi një kualifikim të mirëfillt ligjor. Prokuroria ka çuar me këtë akuzë, gjykata paraprake është ajo e cila përcakton akuzën. Pra ajo gjykata paraprake mundet edhe ta ndryshojë akuzën, mundet që të kualifikojë, të bëjë ndryshimin e kualifikimit ligjor. Të saj mundet ta pushojë çështjen, kështu që i përket vetëm gjykatës. Por zyrtari, në rastin konkret deputeti, duhet përballet me ligjin si një qytetar i thjeshtë dhe jo të jetë në gjykatë dhe në prokurori me petkun e imunitetit. Pra ta mbaj imunitetin si një buroj që e ka dhënë ligji dhe për të arsye të abuzojë dhe ta përdori për interesat e tij. Avokat, a rrezikon kjo situatë besimin tek drejtësia? Kjo nuk e rrezikon besimin, unë besoj që do ketë një reagim edhe të grupeve të interesit, të qytetarëve, nga këtij qëndrimi të kryeministit Rama apo të mazhorancës e cila drejton, pra që ka mazhorancën në kuvend. Kështu që them që do ketë një reagim shumë të madh edhe të faktorit ndërkombëtar, siç e përsërita citova pak më sipër. Nuk besoj që do kemi një lloj anatemimi të pushtetit gjyqësor. Përkundrazi, qytetarët i kanë dhënë besimin pra prokurorisë posaçme, gjykatës posaçme për hetimet dhe vënien para përgjegjësisë të zyrtarëve të nivelit lartë, gjë që nuk kishte ndodhur asnjëherë në historinë e vendit tonë. Dhe kjo sjellje është si reagim në një pune që kanë bërë të madhe ky institucion. Ata të cilët abuzojnë me ligjin duhet të përballen me ligjin dhe nuk duhet ta përdorin pushtetin për interesat e tyre personale. Kjo është ajo që mendoj. E qartë, avokat, ne kemi shkuar drejt fundit të intervistës, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Avokat, dhe kjo pyetje është çfarë do të ndodhë më tej me çështjen e ish zëvendës kryeministres së Shqipërisë zonjë Bilen Ballukut? Çfarë pritet të ndodhë në datën 12?
Në datën 12, pra do prezantojnë dy raportet. Kemi raportin e mazhorancës dhe raportin e opozitës. Pastaj do të bëhet votimi. Votimi është një votim i fshet, pra votimi do të jetë i fshet për të votuar nëse deputetët janë pro apo kundër heqjes së imunitetit apo dhënies së autorizimit, pra janë deputetët ata të cilët vendosin. Mundet kemi deputetë cilët të reflektojnë këto ditë, pse nuk është pak, pra ata duhet kuptojnë që qenia deputet është një, le të themi, mision qytetar, një mision kombëtar. Pra nuk duhet parë aty se të ka vendosur zoti Rama deputet edhe do bësh, më fal, deputeti mund të bëjë çfarë do urdhëron kryetari i partisë apo kryeministri. Ata vërtet janë propozuar nga zoti Rama, por në momentin që kanë bërë betimin, aty duhet të respektojnë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjet e Republikës së Shqipërisë, duhet të respektojnë edhe parimin e baracisë, parimin e humanizmit që duhet të ketë një zyrtar i nivelit lartë, duhet të përfaqësojnë vullnetin e atyre që i kanë votuar, pra në këtë mënyrë edhe votimi kundra linjës së partisë nuk do të thotë se ke trajtuar partinë. Pra këto janë veturina të së kaluarës, që do të thotë çfarë thoshte partia bënte shteti dhe çfarë thoshte shteti bënte partia, çfarë thoshte partia bënte çdo gjë, edhe deputetët. Deputetët duhet kuptojnë që aty kanë fytyrën e tyre dhe kanë, le të themi, emrin e tyre. Nëse do jenë deputet kartonash, siç ka rezultuar pas vitit 2009 e në vijim, ku deputetët realisht me ndryshimin e kushtetutës të vitit 2008 ka pësuar ndryshim sistemi elektoral dhe realisht deputetët sa kanë ardhur edhe kanë qenë në nivel më të ulët për sa i përket integritetit dhe karakterit, për çfarë ka dashur partia kanë bërë, mendoj që në këtë situatë do kemi edhe grupime brenda Partisë Socialiste, mund të kemi grupimin e zonjës Spiropali, pra zonja Spiropali ka mbajtur marrëdhënie të mira me një pjesë të Partisë Socialiste të grupit parlamentar, por kemi edhe deputetë të tjerë të cilët mundet që të kenë pakënaqësitë e tyre ndaj zonjës Balluku, por kemi edhe nga ata deputetë cilët janë vërtet me integritet, edhe pse kanë marrë urdhra partie, ata do të votojnë sipas vullnetit të tyre. Kështu që çdo gjë është e mundshme. Besoj që edhe deri në fund, pra zoti Rama edhe këtë mbledhje bëri për të patur një lloj, pra për të parë edhe një lloj reagimi, se sot është data 9, pra i thon deri në datën 12 i thon 3 ditë dhe për 3 ditë ai duhet të shikojë reagimin dhe mund të jetë një moment të fundit kur një grupi të caktuar të deputetëve për të cilët ai mundet të ketë të besuar, mund të thotë që të votojnë pro dhënies së autorizimit. Kështu që të gjitha skenaret janë të hapura, por kjo vendimarrje, paktën publike që u bë sot, është një vendimarrje e cila do të sjellë regres në të ardhmen e Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Avokat, unë ju falenderoj që pata në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne bashkë do të mbetemi sërish në kontakt për të rejat e fundit në lidhje me çështjen e ish zëvendës kryeministes së Shqipërisë, zonjë Zvelinë Ballukut. Ju falenderoj edhe një herë, avokat. Ju falenderoj shumë, është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit. Kënaqësia është e imja. Të nderuar shikues, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ekspertin ligjor zotin Alban Duraj në lidhje me çështjen e ish zëvendës kryeministes së Shqipërisë, zonjë Zvelinë Balluku. Ju lutem qëndroni në Dritare Televizion për të rejat e fundit në lidhje me këtë çështje. Ju falenderoj.